O, bab. Ba, je lodhë në që nge sot në sabah. Ti pse s'folem tute. As pas ke dalë me bli gazetën, a? Ja, nuk ble ma gazeta. Dhe venin, qashtu ke flet, pa e shtru venin, a? Po dhe? Qa me bu? E erdha me të zyt 2-3 herë, fleshe si top. E te, a s'pas ke shku sot në punë, në shkollë? Jo, bab, nuk shkova në punë e morat lirë. Du të me dalë me lyp Luanin. Qka është problemi, bab? Me syzat? Jo, bre, me gazetën. S'pe lexon më gazetën, a? A, jo. Këto më lërgun prej gazetave. A nuk po shef afer, a? As afer, as larg. Po kanë prish. Si duket, nuk jam prodhim Gjerman. Qa po i këshyrëve? Mirë janë syzat, bab, mirë janë syzat. Bash prodhim Gjerman bile janë. Vërteja? Pësë është e mbunë shpes. Si ka mundë si atër prishën, a? Syt prishën, a, bab, jo prodhimi Gjerman. Mësë më këshyra ashtu, bre, bab. Syve tu afat ju ka kalu, jo syzav. Najtë, ti pa më tërgon, për syzat e kam fajnës, që? Mirë dhe mirë, veç kujtova qështu. A do me të pru molla, të bojnë mirë për sytë. Bollë molla pa më jep një hangër, por kot, s'nikmojnë.
13. Qëta që janë të mira aja. Qa po banë, oj nuse? Kojshim bre ba pëthiri. Pa kështu thire ta? Po hajtë qo shkote dera e ti nalt. Po qysh me thirë ndryshe, që e shko ti pra të tira? Po më ngusë një presot që jam të uvesh për në punë. O Kojshi, nuk kemi të të ngucë, unë e jam. Hajde me arë me pi kafe si dush. Kafe? Që, pa, apo tu me shkuun me thirë këtë, që po bërteta, që po thotë për vete që është avokata, ka të ndarja? O pa, më si shoj bre avokatët. Po, që do të mbëj? Qysh ka të të bëj, e punën ma e vogël që mundet me ta bo, mundet me ta akuzu për shpifje, për ofendim. Ajde, ma, që ishë smërzitem bile, as po va nim bile, apo merë vesha jo. Po ti smërzitesh. A syni nuk më bën tëtë. Qyq, po ti smërzitesh, po masa ne dush me pagu avokat tjetër për me të mbrojt gjysh. Hajde, ma, hajde, zoti na rujt. Po qka po e thirë be atë, hajtë mos them ma mirë. Po për Luanin bre bak, po më duhet për Luanin. Kam një parandjinj se ka lidhje me zhdukjen e Luanit. Parandjenja nuk kanë të bëjnë me arsyetimi logjik që vjen nga argumentimi i logjikës deduktive me anë të së cilës arrihet në një konkluzion përfundimtar. O shumë shpirtir dhe Kojshi. Na shave diçka? Hajde, Kojshi urdhëroni, ulluni. Si jeni Kojshi? Mirë, faleminderit. Vje mirë. O bab. Bash mirë po të qo. Pas syza. Më vjen mirë. Pa syza bile për që ditë. Qaj ke atë në balë? Puqër. O bab. Obe, fuqëra? E mirë, që tha atje, kur hyre është pa prit mas logik... Logik deduktive. Deduktive, ja. Po mirë, atë nësë spjego atë term, që do në të thotë, se marrë me shumë? Aha. Po ja, për shembull, juve ju quajnë? Nuriman. Më dhe shme më thirë Nuri, apo Nura. Në rregull. Argumenti i parë është që të gjithë pleqt vdesin. Argumenti i dytë është që pasi Nura është plak, si rjedhoj Nura do të vdesë. Po shqip, gjyshi im ka jetu 120 e sa vjetë. Po e prap ka vdek. Po shifti o, hajtë mos tem më mirë. O bab bre. Hajtë le, pashtu. O Kojshi, pash zotin më s'jaze për të madhe breses. Prap ja fejtik. Është shumë nervoz kokëve të fundit, shumë, se di edhe une. Më falni, po mora shembull logjikën deduktive, nuk e kisha për vdekjen. E kuptoj, pa e di si jonë plesht, jonë shumë ndishëm kur i përmenet vdekja. Mas përmen tjetër herë ashtus. Edha i shkoj. Mi ta vetë. Kojshi, a darë me bre që aty boj muhabet se në njën Kojshi. Jo, mund të rime edhe këtu, s'ka problem. Atja vuj një kafe. Ha? Jo, unë po shkoj. Jo, be Kojshi, nalo. Kena me bu muhabet. Nalo, Kojshi, veç se ko me të veti shka për Luani, për burrin tem. Po. Ullo, aman. Kështu, Luani, burri jem,
Që 2 ditë s'ka në shpi kojshi. Aha. Që m'ja bë kësoj pune, që me gjeta, unë është me në animu. Zonjë, Urna. nëse dëshironi që t'ju ndihmoj, duhet të më tregoni gjithë shka. Mos fshehni asgjë nga unë. Jo. Në rregull, atëherë si është puna? Kështu, Luani është i pafajshëm kojshi, s'ka kërfaji. Krejt vlaj veta i flamuri, si herë të lovina i boni në renin e shpis këtu. Flamuri? Flamuri. Kush është Flamuri? Vlavi Luanit është aj. Aj tash nuk është këtu, po sa ke këtu, të lovina i boni. Krejt renin e shpis në i të loviti, më zvet. Po, i premtoj status ma të lartë, Luanit. I premtoj post drejtori, këshi se dhja po më kupton. Po qka është ma e keqja ai Luani jem, zotin arujt, hala po i beson atina, hala me prollat e tina po mirët. Edhe pse ke dëshmitare, një veç ka tha e pa veç ka boni, apet i beson. Po, logikisht, pasi Luani i beson Flamurit, duhet këtë shkuar pas Flamurit. Qysh? Luanit këtë shkuar të Flamuri. Në Gjermania? Jo, më në këshi, s'ka pare Luani me shkum në Gjermani. Në Gjermani qenë. A i keni lajmëruar policin? Jo, nuk dojmë me pas, kemi pas kove fundit pak të lashe, s'po dojmë mu marrë shumë vesh. Aha. Po, e di. Qka dini? E di që keni patur të lashe. Policia ka qenë këtu të ju? Këtë? Pse pas ka qenë policia? Këtë e dini ju, zonjë? Aha, po një me punë, nejse se s'është me ranësi, jo. Po se dim qështë ja boj me punën e Luanit, këshi, qështë bim kontakt me to. Zonjë, mos keni bërë diçka të paliqshme, helbet? Paliqshme? Jo, zotin arujt, këshi, kur asniherë. Asniherë. Qështë shkoj menja që ashtu këshi, dej që aty? Pasi policia ka qenë këtu, logikisht. Policia, me leni policinë, be këshi, te ke pa policia sot, në vend që mu e në udhve, po shtenalt ka nismi u hy njëzve në përbanesa. Punë policve. Zonjë. Gonxhe. Beqiri. Më vje mirë. E gjithashtu, nëse dëshironi që t'ju ndihmoj, duhet më tregoni gjithë shka që dini, rreth ti. Po pra të thash. Sepse unë jam njeri i ligjit. Punoj me ligjin, punoj për ligj, në fakt, nuk jam i ligjit, po punoj me ligjin. Jam gjithmonë në mbrojtje të qytetarit të thjeshtë. Edhe kur është fajtor qytetari këshia? Po, të gjithë janë nga njëherë fajtor, zonjë. Jo, pre këshin as jemi fajtor, s'kemi kur farfaj. Ndo njëherë qytetari i thjesht është fajtor sepse nuk bën asgjë të mirë. Filozofi interesante pas ke për jetën këshi. Këtë e ka thënë Volteri. Zonjë, mos tash diçka gabim? Jo, këshi, jo s'keni fa, jo, ma kujtu t'Luanin. Edhe i ka ledzu shumë. Zonja Gonxhe, pse ishte këtu të ju policia? Ai, këshi, policia. Keng policia se genti për paksa se vrav babën me armën e Flamurit. Unë shkova, zonjë. Pse këshi? Më duhet të shkoj në punë. Ditën e mirë, këshi.
O, bab, a erdha? Po, erdha. Tja tha që s'ke me lezu gazet. Po, bleva si zakonisht. Lexoj, deri sa i kam të sy, kam me lexu. Po ti, a nuk jenë punë sot? E mora dit libër, baba, të thash. Jo, kur gjasëm ke tha. Tja, baba, hajgari e të boha? A të thash, qysh të thash? Beqe, a ke këtu? Beqe? Po. Cili beqe? Hajt leja la hile kitë. Mu tranu, krejt du mu tranu. O, bab, ku është bre qaj djali jot, ku është? Kush, Luania? Po Luani, pra. Pse, ti nuk e di ku është? A nuk është më burjot? Qëti hajgari e të boha? Jo. Dje nuk flajti në shpi. As sot tot dite nuk është. Pi djeshit më ngjesi ka dal halos është me ardhë. Pa hajt mos u merakos, se njeriu kur kërkon punë, kështu është. Kështu është. A natën njeri kërkon puna? Shif, të tregoj. Ka edhe punë që i punon natën. Cilat punë ko kanë që po punoj ka natën? Ja, për shembull, do një punë në disko. Në disko, Luani. Pse? Pse qka po mu i ka me punu aty? O, ti nuse, po jo me lujtëmër, jo me vallëzuaj atje, po me punu aty në disko në shank, apo diçka tjetër. Luani në shank? Hajde be bak, pash zotin më sa arsyeto. O, nuk po e arsyetoj, nuk e arsyetoj. Hajde, e kuptoj, ditën është të lypune, natën, ku është, ku flen, ku rrin? Ej, ku rrin, po belki nuk flen midis rrugës diku? E ku atëher? Ku, te kush? Hajde, ti qka ban ditën në banes këtu, a nuk jenë puna? Haj, zotin arujt, për streti her jam të thonë që i ko marrë dit lirë. Du me dal me lyp Luani ku është. Dit lira, pse, që po të duhet, ku ke me shku? Luani bre bab, ko me dal me lyp. Luani? Po. Pa, rriti, hajtë se dal unë e lypi Luani. Allah, i le rrinë shpi. Rri se për na hupe dhe ti në i kaj, po jes fil vetë këtu. Që vetë, po që? Një gru vetë në shpi, as një burë. Po nuse, që ku e ke gentin, tash vjen prej shkollës. Le gentin për zotin. Hajtë se që po e lypi unë. Ullu bre bab, ullu amanit koftë. Mashallah, je boje fort, bëje gi. Më falë për zotin, Jo, hajtë, së shjë. Edhe unë zdi kove të fundit që jom Terezi. E që? Më falë. Po më duke që kape ki fillu me pi cigare. Qysh? Po duhanin t'ja ke njës prap me pi, po me ke këthy mbrapa. Ku pe din ti? Ku e pajt, qysh e pajt? Hajde me, po si, po unë e kam nuhatjen si t'ujkut. Qyre, ujku mirë për nuhat ka? Po si jo, ujqit e kanë nuhatjen 100 herë matë fort dhe matë madhe se njerëzit. A se ke dita? E pasi pas teje, dele e gjas ko ka duft me mitë. Po të mos ishin qobad. Po ti tash mos ma ndrot teman. Po një me ku metëm. Te Luani, ma betin për Luani. Jo te Luani, po te Duhani. Po ba, po... A be, s'ka nevoj të më arsyetosh, po unë du me të dhënë do këshillan, si ma me përvoj, e vetëm nëse i pranona, po? Po. Kam nevoj për këshilla, une. Unë e di se ke stres të madhë. Shumë. Dhe do në të relaksosh. Sigurisht. Cigarja nuk të relakson. Si nuk të relakson, bre bab? Jo, nuk të relakson, bile të ashton stresin edhe tensionin. Po, a? Po. Qashtu thojnë doktor, ta ma ata vete pinë. Ti mos i shiko ata, ti shikoj e vete. Qysh ta shikoj, bre bab, vetën kur me në krysi kom. Ja, shikom. A të dukem në stres? Jo. Tani shiko veten, mundohu të rish kështu relaksuar. Qo? Qysh to? U relaksovajt. S'muj me lujt këtë loj, bab. Ama nuk është kjo loj. Kjo të regon se sa me stresje, kretë angthje.
Qysh mos më kanë bre bab, qysh mos më kanë stres, nangth. Luani që 2 ditë nuk ka në shtëpi. Krejt po mduket se ka lidhje me atë farë gaxhën. Apo duket ta? E kom një farë parandjenje dhe këto dreq parandjenja gjithi kom të sakta. E po, prej ku e ke këtë parandjen? A prej kafe sa? Cilës kafe? E përsi cilës kafe? Kafe sa tje? Prej filxanët kafes që e ke këthy kështu mbrapsht. Jo, bre bab, pse t'ja shpionona? Jo, nuk të spionoj, po vetëm e pash filxanit të përmbysur aty në tavolin. Mos do me pa fatin Luanit? Jo, bab, du me pa fatin tem të zi. Do me thonë, ke dash të parashikosh të ardhmen tënde, ja? Pse e ndalu me më skoka? Po, kafen kush e piu? Unë e piva. Ti. Po ti mas e ke pi kafen, dikush tjetër duhet me ta shiku finxanin. Jo ti vetë. Se kom ditë, valla, që shtu duhet, a? Shif, digjo, do të dish të ardhmen, shiko të kaluarën. Pasha zotin po ma qënë mallin e Luanit. Po djale kam be? Hajtë se shkova unë. Ku po do me shku? Po shkoj me lyp djalin tënd. Burin tënd? Po, burin tem, inshallah është hala burri jem. Shif, mos u ube dhe ti se po ngelim pas ti gruën në banes. Genti! O Genti, a jetia? A erdhe për shkollës, a?